Ish presidenti e Kosovës Atifeta Jahjaga ka reaguar publikisht ndaj raportimeve që lidhin emrin e saj me dosjen Epstein, duke i cilësuar ato si tërësisht të pabazata dhe të pavërteta. Në një sqarim publik, Jahjaga thekson se gjatë mandatit të saj si presidenti i Republikës së Kosovës nuk ka pasur asnjë njohje, takim apo çfarëdo lloj kontakti me personin në fjalë. Ajo sqaron se përmendja e emrit të saj në disa media lidhet vetëm me një korrespondencë elektronike të palëve të treta, e cila sipas saj nuk dëshmon asnjë takim, njohje apo lidhje personale. Emri im askund nuk përmendet në asnjë lloj dokumenti të publikuar, thekson Jahjaga. Në vim, postimi i saj plot, sqarim publik. Raportimet në media për lidhjen time me dosjen Epstein janë tërësisht të pabazata dhe të pavërteta. Si president e Republikës së Kosovës nuk kam pasur asnjë njohje, takim apo çfarëdo lloj kontakti me person në fjalë. Përmendja e emrit tim nga mediat në rastin e dokumenteve të publikuara së fundmi lidhet vetëm me një korrespondencë elektronike të palëve të treta, e cila nuk përbën dhe nuk dëshmon asnjë takim, njohje apo lidhje personale me mua. Emri im askund nuk përmendet në asnjë lloj dokumenti të publikuar. Në këtë email të palëve të treta përmendet presidenti i Kosovës, po nuk është e qartë cili, dhe nuk përmendet kërkesa për takim në emrin tim apo të saj. Çdo raportim ndryshe është insinuat dhe mashtrimi i opinionit, siç mund të vërehet lehtë nga dokumentet. Kërkoj ky sqarim të jepet në mediat e cilat e kanë lahuar emrin tim, sidomos me qenë se as nuk e kam njohur, as takuar dhe as nuk kam kërkuar takim me personin në fjalë në asnjë pozitë që kam mbajtur deri më tani, ka reaguar ish presidentja Jahjaga.